Ferizajt kërkonte fitoren e parë në këtë sezon, e po ashtu në ndeshje hynte me disa mungesa në formacion që këtë ekipe vënte në presion shtesë. Në pjesën e parë të ndeshjes rastet për shënim ishin të pakta, por Drenica arriti që së paku njërin prej tyre ta shfrytëzoi dhe të kalojë në epërsinë nëpërmjet Plepollit. Në pjesën e dytë loja ishte më e hapur dhe Drenica ka mundur të shënojë edhe golin e dytë, sikur muji të ishte pak më i saktë nga ky aksion. Më pas Ferizaj kishte rast të nxjerrë një pikë nga kjo ndeshje, por tentimi i Lubishtanit për pak nuk u shndrua në gol. Kështu që Drenica arriti fitoren e parë dhe shumë të vlefshme edhe pse minimale.